Presidenti i Kosovës dekretoi shpërndarjen e parlamentit të sapo krijuar pas dështimit të këtij të fundit për të siguruar kuorumin e nevojshëm për të nisur procedurën për zgjedhjen e presidentit të ri. Nuk është e nevojshme të analizohen amendamentet për ndryshimin e kushtetutës që u shqyrtuan në mënyrë të rrufeshme. Kërkesa drejtuar gjykatës kushtetuese për pezullimin e afateve kushtetuese për zgjedhjen e presidentit pas dështimit për të siguruar kuorumin dhe vetë dekreti i presidentes për shpërndarjen e parlamentit. Asnjëra nga këto lëvizje institucionale nuk e zëvendëson vullnetin dhe gatishmërinë politike që u mungoi atyre aktorëve politik për të zgjedhur presidentin e Republikës. Kushtetuta e Kosovës dhe jurisprudenca e gjykatës kushtetuese kërkojnë një president që gëzon mbështetje politike mbi palët. Thën Troç, një president që vjen si produkt i kompromisit politik. Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të parakoshme, sepse kompromisi u konsiderua fjalë keqe, mirë po edhe parlamenti që do të konstituohet nga zgjedhjet e reja, do t'i nënshtrohet të njëjtës formulë për zgjedhjen e presidentit, që do të thotë se sërish do të nevojitet kompromis politik. Një formulim disi të ngjashëm ka pasur dhe Kushtetuta e Shqipërisë në vitin 1998, që parashikonte se presidenti zgjidhet me një shumicë të cilësuar votash në një procedurë me 5 raunde në parlament. Dhe nëse parlamenti shpërndai sepse nuk arrinte të zgjidhte presidentin, parlamenti i formuar nga zgjedhjet e reja i nënshtroi të njëjtës formulë. Arsyeja, hartuesit e kushtetutës dhe ekspertët e spikatur ndërkombëtar që asistuan atë proces pas ngjarjeve tragjike të 97-s, këmbgulnin se vende si Shqipëria për shkak të mungesës së traditës demokratike e kanë të nevojshme të rrënjosin kulturën e kompromisit politik. Kështu shpërndarja e parlamentit si kërcënim konsiderohej në të njëjtën kohë edhe si nxitje për arritjen e kompromisit politik. Për fat të keq, Shqipëria arriti të zgjedhë me mirëkuptim politik vetëm një herë, në vitin 2002, presidentin e Republikës. Më pas dominoi instinkti i imponimit dhe nënshtrimit politik, e deri te ndryshimet kushtetuese të vitit 2008, që u shoqëruan me ndryshimin e formulës së zgjedhjes dhe zbeje të rolit të presidentit të Republikës. Kosova po shkel në një fushë të minuar. Sfidat e shtet konsolidimit demokratik dhe integritetit të plot të Kosovës në familjen euroatlantike janë të panumërta. Ato kërkojnë kompromise politike dhe jo veprime impulsive apo imponime të ndërsjella. Kosova po shkon drejt zgjedhjeve për të tretën herë brenda një viti e gjysmë, një skenar që duhet të ishte shmangur.